Të nderuar shikues, përshëndetje. Shtetet Amerikës Latine po bien njëra pas tjetrës në ndikimin amerikan dhe izraelit në zgjedhjet që konsiderohen paradoksale, ku opinioni publik i kontinentit është anti-izraelit në shumicë për shkak gjenocidit në Gaza, ndërsa liderët populistë po marrin pushtetin dhe po afrohen posaçërisht me Izraelin. Ka një sër faktorësh që kanë sjellë ndryshimet në ndhanske në politike, krizat ekonomike të vazhdueshme, sanksionet amerikane ndaj qeverive të majta, humbja e besimit ndaj leadershipit aktual, e kanë sjellë votuesin para një sfide, mes premtimeve për zhvillim ekonomik dhe ndryshimit politikës së jashtme në raport me gjenocidin që Izraeli po zhvillon në Gaza. Se sa të dobta janë sistemet aktuale të majta, për shkak gjithë faktorëve që përmendëm më lart, u pa në janar të 2026-s, kur përmes një operacioni special, SHBA kidnapoi presidentin e Venezuelës, Nicolás Maduro. Muaj më vonë, filluan ndryshojnë regjimet në disa shtete tjera, ku lider populist me ndihmën amerikane dhe izraelite morën pushtetin. Rasti i fundit ishte Kolumbia, e cila me ndryshimin e pushtetit u rivendos pra edhe marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Amerika Latine mund të jetë duke u shndruar në një front të ri të betejës diplomatike të Izraelit. Ndërsa mbështetja popullore për Palestinën mbetet e fortë, qeveritë e djathta po e rikthejnë Izraelin si partner strategjik, duke ndryshuar qëndrimet e tyre në OKB, marrëdhëniet diplomatike, bashkëpunimin ushtarak dhe politika dhe sigurisë. Përplasja rreth Izraelit po shndrohet në një betejë të re politike në gjithë kontinentin. Qytetarët po shfaqin skepticizëm në rritje ndaj Izraelit, ndërsa liderët e së djathtës po garojnë për të dëshmuar se kush është më pranë Izraelit dhe SHBA-s. Shembulli më i qartë u shfaq muajin e kaluar në Kolumbi. Gustavo Petro, ish guerillas dhe mbështetës i kauzës pro-palestineze, humbi zgjedhjet përballë Abelardo de la Espriella, një avokat që ka mbrojtur grupe paramilitare dhe ka lidhje me diktaturat ushtarake dhe presidentin amerikan Donald Trump. Një përçarje po ndodh në gjithë Amerikën Latine. Sondazh pas sondazhi tregon se opinionet publike në rajon po kthejnë gjithnjë më shumë kundër Izraelit. Lufta treveçare e cilit në Gaza konsiderohet gjithsesi si gjenocid nga studiues të njohur dhe organizata të drejtave të njerëzit. Megjithatë, një valë qeverisht të reja të djathta në El Salvador, Argjentinë, Kili, Ekuador, Peru, Bolivi, Honduras, Costa Rica dhe tani në Kolumbi po sinjalizon një kthes në drejtim të kundërt. Ato po thellojnë lidhjet e rajonit me Izraelin në fushën e sigurisë, diplomacisë dhe teknologjisë, ndërkohë që palestinezëve u mohohet e drejta themelore për vetvendosje. Shembulli më i qartë u shfaq muajin e kaluar në Kolumbi. Gustavo Petro, ish guerillas dhe presidenti i larguar i majt, i cili vitin e kaluar ju drejtua një tubimi pro-Palestinës në New York, përpara se Washingtoni t'ia revokonte vizën, humbi pushtetin dhe Abelardo de la Espriella, një avokat që ka mbrojtur grupe paramilitare dhe ka lidhje me diktatura ushtarake dhe presidentin amerikan Donald Trump, shkruan Joseph Bouchard, gazetar dhe studiues i politikave të Amerikës Latine. Petro ka akuzuar kompaninë izraelite të inteligjencës kibernetike Black Core se ka vendosur në funksion rreth gjysmë milioni llogari bot për të vëlshuar votuesit kolumbian me dezinformim përpara raundit të dytë të zgjedhjeve në qershor, të cilin de la Espriella e fitoi me më pak se 1%. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk priti që kjo përplasje të zgjidhej përpara se të festonte në internet, duke uruar presidentin e zgjedhur dhe duke deklaruar se miqtë e Izraelit vazhdojnë të fitojnë. Rajoni është shtëpi e rreth 700.000 palestinezëve dhe 500.000 hebrejve. De la Espriella ka sinjalizuar tashmë se do të pezullojë planet e Kolumbisë për hapjen e një ambasade në Palestinë dhe është zëtuar të rivendosë marrëdhëniet me Izraelin, përfshirë zhvendosjen e misionit diplomatik kolumbian në Jerusalem. Kjo do të opsonte rolin e Bogotës si një prej zërëve më të fuqishëm pas padisë Afrikës së Jugut për gjenocid kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Bolivia, vendi i parë latinoamerikan që ndërpreu marrëdhëniet me Izraelin pas sulmeve të 7 tetorit 2023, rivendosi marrëdhëniet e plota diplomatike në dhjetor nën presidentin e qendrës së djathtë Rodrigo Paz. Afrimi u velos personalisht nga Netanyahu përmes një telefonate me një herë pas zgjedhjes së Pazit. Qeveria nominalisht socialiste e Venezuelës, nën presion të vazhdueshëm amerikan dhe që, sipas autorit, po funksionon në mënyrë efektive si një regjim kolonial i mbështetur nga SHBA-ja, ka pritur delegacionet të Kongresit Amerikan, ndërsa ka mbajtur të hapur kanalet humanitare dhe diplomatike me Izraelin. Së fundmi, ajo njoftoi gjithashtu planet për të larguar nga gjykata ndërkombëtare penale. Karakasi është shndruar de facto në një instrument të interesave të Washingtonit në rajon, duke u zhvendosur gjithnjë më shumë djathtas.
Kuba e shkatruar nga dekadat të tëra presioni amerikan dhe që tani po ndjek reforma ekonomike të promovuara nga SBA-ja, të shoqëruara edhe me më shumë sanksione, mund të mos jetë shumë larg. Mossadi dikur vepronte nga Havana, duke ndihmuar CIA-n të qërmonte të majtët dhe operativet sovjetik në gjithë rajonin gjatë luftës së ftohtë, një trashëgimi e përfshirjes izraelite në Amerikën Latine që daton shumë përpara luftës në Gaza. Në themel të gjithë kësaj, qëndron një marrëdhënie sigurie në cilën elektoratet latinoamerikane nuk kanë shumë fjalë. Pegasus, software i spiun izraelit, shumë ndërhyrës që ushitet qeverive në gjithë rajonin, është përdorur vazhdimisht për të shnistruar gazetar dhe figurat të opozitës në vend të terroristëve dhe kriminalëve. Njaro, djali ish presidentit të dënuar, e nisi fushatën kundër presidentit aktual Luis Inacio Lula da Silva me një video mbështetje nga Netanyahu dhe me mbështetjet fuqishme nga lideri i Argjentinas Javier Milei, i cili ka quajtur veten fanatik të Izraelit dhe planifikon të zhvendosë ambasadën e Argjentinës në Jerusalem. Çdo kandidat i djathtë në garë ka konkuruar për treguar se është më pro-izraelit dhe më kundër terroristëve se të tjerët. Lula, presidenti aktual, përkundrazi, mbetet një nga liderët e fundit të mëdhenj në Amerikën Latine, që ende është i gatshëm ta quajë fushatën e Izraelit në Gaza gjenocid. Ai madje e ka krahasuar atë me Holokaustin, duke shkaktuar zemrim publik në disa qarqe. Brazili dhe Meksika, kjo e fundit e drejtuar tashmë nga presidentja e majt me prejardhje hebraike, Claudia Sheinbaum, po përballen me presion në rritje nga Washingtoni për qëndrimet e tyre, përfshirë luftën ekonomike, kërcënimet për sulme, sanksionet dhe përcaktime si organizata terroriste, të cilat hapin rrugën për ndërhyrje. Në mënyrë ironike, Nayib Bukele, presidenti autoritar i El Salvadorit dhe i preferuari i MAGA-s, është vetëm origjinë palestineze. Megjithatë, ai ka ndërtuar shtetin e tij represiv të sigurisë, pjesërisht mbi armët dhe pajisjet izraelite të mbikëqyrjes, duke përshpejtuar tashmë represionin në gjithë Amerikën Latine. Edhe presidenti i ri i Hondurasit, Nasri Asfula, i cili erdhi në pushtet me ndërhyrjen e Trumpit, është një aleat i fortë i Izraelit, pavarësisht prejardhjes së tij palestineze. Ai ka vizituar Izraelin dhe është takuar me Netanyahun. Regjistrime audio të rrjedhura të pagëzuarës si Honduras Gate pretendohet se kanë kapur ish-presidentin Juan Orlando Hernández, Asfurën dhe Milein, duke diskutuar plane për përdorimin e Hondurasit si bazë për të goditur qeveritë e majta në gjithë rajonin. Sipas pretendimeve, plani përfshinte edhe ndihmën e Netanyahut për sigurimin e një faljeje nga Trumpi për Hernándezin pas dënimit të tij për trafik droge. Këto qeveri të reja të djatha, kryesisht populiste, kanë ndihmuar në zgjerimin e ndihimit të Izraelit përmes kompanive të mbikëqyrjes, marrëveshjeve të armatimit dhe fushatave të dezinformimit, pavarësisht se popullsitë e rajonit po bëhen gjithnjë më skeptike ndaj Izraelit. Kjo çështje është shndruar në një tjetër front të përplasjes mes elitave dhe qytetarëve në rajon. Zgjedhjet në Brazil mund të ndihmojnë në kapërcimin e kësaj përçarjeje ose ta thellojnë atë. Regjistrimet e rrjedhura të rastit Honduras Gate pretendojnë se pas faljes së ish-presidentit Juan Orlando Hernández nga Donald Trumpi, mbështetjes amerikane për Nasri Asfurën dhe afrimit të Hondurasit me Izraelin, po zhvillohet një projekt më i gjerë politik, ushtarak dhe mediatik që synon forcimin e ndihimit të SBA-s dhe Izraelit dhe dobësimin e qeverive të majta në Amerikën Latine. Në dhjetor të vitit 2025, Trumpi dha falje Hernandezit, i cili më parë ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar me 45 vjet burg nga një gjykatë federale amerikane për akuzat të trafikut të drogës. Hetimi i Honduras Gate, i cili përfshin mesazhe zanore të Asfurës pas takimeve private në rezidencën e Trumpit Mar-a-Lago, zbulon plane për krijimin e një baze të re ushtarake amerikane në Honduras, zgjerimin e zonave private të zhvillimit ekonomik dhe nxitjen e investimeve nga kompanitë amerikane të inteligjencës artificiale. Një seri regjistrime është publikuar nga faqja investigative Honduras Gate dhe platforma spanjolle lajmeve Canal Red, kanë nxjerrë në pah iniciativa amerikane dhe izraelite që synojnë avancimin e interesave në Honduras dhe destabilizimin e qeverive të majta në gjithë Amerikën Latine. Hetimi, i udhëhequr nga gazetar hondurian anonim, përfshin 3 pjesë me 37 regjistrime zanore të rrjedhura nga platformat WhatsApp, Signal dhe Telegram, të cilat Honduras Gate thotë se janë autentifikuar përmes analizave forenzike.
Regjistrimet pretendojnë se interesat izraelite kanë luajtur rol kyç në sigurimin e faljes nga presidenti amerikan Donald Trump për ish-presidentin hondurian Juan Orlando Hernández. Ato zbulojnë gjithashtu plane për fushata dezinformimi kundër qeverive të Meksikës dhe Kolumbisë. Në dhjetor të vitit kaluar, Trump i dha falje Hernándezit, i cili më parë ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar me 45 vjet burg nga një gjykatë federale amerikane për akuzat të trafikut të drogës. Menjëherë pas kësaj, Trump i mbështeti kandidatin e atëhershëm presidencial, Nasri Asfura, i cili ishte në garë të ngushtë me rivalin e qendrës Salvador Nasrallah dhe kërcënoi se do ta ndërpriste ndihmën për vendin nëse Asfura humbiste zgjedhjet. Hetimi Honduras Gate, i cili përfshin mesazhe zanore të Asfurës pas takimeve private në rezidencën e Trumpit, Mar-a-Lago, zbulon plane për krijimin e një baze të re ushtarake amerikane në Honduras, zgjerimin e zonave private të zhvillimit ekonomik dhe nxitjen e investimeve nga kompanitë amerikane të inteligjencës artificiale. Sipas Honduras Gate dhe Canal Red, zgjedhja e Asfurës ishte menduar të shërbente si një hap tranzitor përpara një planit pretenduar të mbështetur nga SBA-ja dhe Izraeli që Hernández të rikthehej në pushtet në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në një mesazh zanor të datës 20 janar, Hernández tha se kryeministri i Izraelit do të na mbështesë. Ai shtoi se ata, izraelitët, kishin të bënin gjithçka me largimin dhe negociatat e mia, duke u referuar faljes së dhënë nga Trumpi. Në një mesazh tjetër zanor të 14 marsit, Hernández ja atriboi financimin për faljen e tij një grupi rabinësh dhe njerëzve që mbështesin Izraelin. Hetimi përfshin gjithashtu mesazhe të Hernándezit drejtuar presidentit të Kongresit Kombëtar të Hondurasit, Tomás Zambrano, ku ish-presidenti e udhëzonte atë të dobësonte pushtetin e Asfurës me mbështetjen e Izraelit. Të dërgova njerëzit e Izraelit, ata të dërguan para, unë jam ai që po loboj, tha ish-presidenti. Hetimi përfshin gjithashtu biseda mes Hernándezit dhe Asfurës për krijimin e një njësie të gazetarisë digjitale, financuar nga qeveria honduriane dhe presidenti i Argjentinas i mbështetur nga SBA-ja, Javier Milei, me synimin për të nisur sulme mediatike ndaj qeverive të Kolumbisë dhe Meksikës. Milei, i krahut të djathtë, ka avancuar marrëdhëniet mes Izraelit dhe Argjentinës me mbështetjen e SBA-s, duke thelluar bashkëpunimin ekonomik dhe duke njoftuar planet për zhvendosjen e ambasadës argjentinase nga Tel Avivi në Jerusalem. Në shtator vitit 2025, qeveria amerikane njoftoi synimin për t'ia revokuar vizën presidentit kolumbian Gustavo Petro, pasi ai mori pjesë në një demonstrat pro-Palestinës në New York, të u bëri thirrje ushtarëve amerikan të mos i drejtojnë armët ndaj njerëzve dhe të mos u binden urdhrave të Trumpit. Izraeli po humbet mbështetjen në pjesë të rëndësishme të opinionit publik ndërkombëtar, por në Amerikën Latine po shfaqet një zhvillim i kundërt. Qeveritë të reja të djathta dhe populiste po thellojnë lidhjet me Tel Avivin, ndërsa bashkëpunimi në siguri, armë, teknologji dhe inteligjencë po merr një dimension të ri. Në qendër të këtij ndryshimi është edhe alianca gjithnjë më e ngushtë mes Izraelit, Shteteve të Bashkuara dhe disa qeverive latinoamerikane. Pra, në Amerikën Latine po shfaqet një paradoks i madh politik. Ndërsa sondazhet tregojnë se në shumë vende të rajonit perceptimi ndaj Izraelit është përkeqësuar ndjeshëm, disa qeveri të reja po e shfaqin Izraelin si aleatin kryesor. Argentina e Javier Mileit është shembulli më i dukshëm, por nuk është i vetmi. Apo ndërton Izraeli një rrjet të ri aleatësh në Amerikën Latine, pikërisht në një kohë kur mbështetja ndërkombëtare ndaj politikave të qeverisë së Benjamin Netanyahut është vënë gjithnjë më shumë në pikpyetje. Kjo është një nga pyetjet më interesante që ngrihet sot në politikën ndërkombëtare. Amerika Latine ka një histori të gjatë solidariteti me çështjen palestineze, por në të njëjtën kohë, në disa prej vendeve më të rëndësishme të rajonit, vitet e fundit janë shfaqur qeveri të djathta dhe populiste që po afrohen gjithnjë më shumë me Izraelin. Dhe ky kontrast është thelbësor. Nga njëra anë, një pjesë e madhe e opinionit publik latinoamerikan është bërë më kritike ndaj Izraelit pas luftës në Gaza. Një sondazh i Pew Research Center në vitin 2025, i zhvilluar në 24 vende, përfshyi edhe Argjentinën, Brazilin dhe Meksikën dhe tregoi se në shumë vende perceptimet ndaj Izraelit ishin kryesisht negative. Nga ana tjetër, disa prej qeverive të reja të së djathtës po bëjnë të kundërtën, po forcojnë marrëdhënie diplomatike, ekonomike, ushtarake dhe teknologjike me Izraelin. Dhe shembulli më i qartë është Argjentina. Presidenti Javier Milei e ka shndruar mbështetjen për Izraelin në një prej pikave të identitetit politikës së tij të jashtme.
Në prill të këtij viti, Izraeli dhe Argentina njoftuan krimin e të shtuquajturave Isaac Accords, një kornizë e re strategjike që synon bashkëpunim në siguri, luftën kundër terrorizmit, teknologji, tregti dhe koordinim ndërkombëtar. Dhe më e rëndësishmja, marrëveshja është konceptuar si e hapur për vende tjera të hemisferës perëndimore që ndajnë të njëjtat orientime politike. Pra, nuk bëhet fjalë thjesht për marrëdhëniet Izrael-Argjentinë. Ajo që mund të jetë duke lindur është një rrjet politik dhe strategjik. Por pse intereson kaq shumë Izraelit Amerika Latine? Së pari për arsye diplomatike. Pas luftës në Gaza, Izraeli përballet me një izolim më të madh diplomatik dhe me kritika të forta ndërkombëtare. Për këtë arsye, çdo alat i ri ka peshë. Amerika Latine përfaqëson një blok të rëndësishëm shtetesh në Kombet e Bashkuara dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Marrëdhëniet me këto vende mund të ndikojnë në votime në njohjen diplomatike, në marrëveshjet ndërkombëtare dhe në mënyrën se si paraqitet konflikti izraelito-palestinez në skenën globale. Por ekziston edhe një arsye tjetër, siguria. Izraeli ka ndërtuar një industri të fuqishme të teknologjisë së sigurisë dhe inteligjencës. Në Amerikën Latine, ku shumë qeveri përballen me krimin organizuar, trafikimin e drogës dhe dhunën urbane, kjo industri gjen një treg të rëndësishëm. Pajisjet e mbikëqyrjes, teknologjitë e inteligjencës, sistemet e sigurisë dhe produktet e industrisë së mbrojtjes kanë krijuar prej vitesh lidhje të thella mes Izraelit dhe vendeve të rajonit. Një studim i botuar në vitin 2025 e përshkruan pikërisht këtë kontradikt. Amerika Latine mund të ketë një traditë të fortë solidariteti me Palestinën, ndërkohë që marrëdhëniet ushtarake dhe ekonomike me Izraelin mbeten të rëndësishme. Kjo na çon te një tjetër element, ndryshimi politik në Amerikën Latine. Një pjesë e së djathtës së re latinoamerikane nuk e sheh më Izraelin vetëm përmes konfliktit izraelito-palestinez. Ajo sheh Izraelin si një model të shtetit të fortë, të sigurisë, të teknologjisë avancuar, të inteligjencës dhe të luftës kundër kërcënimeve që këto qeveri i konsiderojnë ekzistenciale. Një studim akademik mbi të djathtën e re latinoamerikane vëren se që nga 7 tetori 2023, politikanët të kësaj rryme janë bërë veçanërisht aktiv në mbështetjen e qeverisë izraelite dhe në afrimin politik me Tel Avivin. Dhe kështu shfaqet një figurë që simbolizon më mirë se kushdo tjetër këtë ndryshim. Javier Milei. Milei e ka lidhur hapur identitetin e tij politik me mbështetjen për Izraelin dhe me afrimin me Shtetet e Bashkuara të Donald Trumpit. Ndërkohë, në vende tjera të rajonit, po shohim zhvillime të ngjashme, edhe pse në forma të ndryshme. Në El Salvador, Nayib Bukele ka ndërtuar një marrëdhënie të ngushtë me Izraelin dhe ka përdorur teknologji dhe pajisje izraelite në aparatin e sigurisë. Në Honduras, qeveritë e djathta kanë mbajtur marrëdhënie të afërta me Izraelin. Dhe në Bolivi, pas një periudhe të marrëdhënieve të ndërprera, afrimi me Izraelin është rikthyer në qeverinë e re të qendrës së djathtë. Pra, kemi një model që përsëritet. Qeveritë të reja të djathta, afrim me Washingtonin, marrëdhënie më të ngushta me Izraelin, bashkëpunim në siguri dhe teknologji. Por historia nuk është kaq e thjeshtë, sepse Amerika Latine nuk është një blok pro-izraelit. Përkundrazi, Brazili për shembull vazhdon të jetë një nga zërat më kritik ndaj politikës izraelite në Gaza. Presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e ka akuzuar Izraelin për kryerjen e gjenocidit dhe ka mbajtur një qëndrim shumë më të afërt me kauzën palestineze. Edhe Meksika, nën presidenten Claudia Sheinbaum, ka mbajtur një qasje shumë më të kujdesshme dhe nuk është rreshtuar me modelin Argjentinës. Kjo krijon një ndarje të rëndësishme. Opinionet publike nuk janë domosdoshmërisht në të njëjtën linjë me qeveritë. Dhe pikërisht këtu qëndron një nga paradokset më të mëdha të zhvillimeve të fundit. Ndërsa një pjesë e shoqërive latinoamerikane shfaqin solidaritet me palestinezët dhe kritikojnë Izraelin, disa qeveri të reja po afrohen me Tel Avivin. Kjo do të thotë se betejë nuk zhvillohet vetëm mes shteteve, ajo po zhvillohet edhe brenda vetë shoqërive latinoamerikane. Dhe në këtë pikë hyn edhe faktori amerikan. Izraeli dhe SBA kanë interesa të përbashkëta në rajon. Në prill të vitit 2026, vetë Ministria e Jashtme izraelite njoftoi se Izraeli dhe Argentina po ndërtonin një kornizë të re bashkëpunimi të orientuar edhe kundër ndikimit iranian në hemisferën perëndimore. Pra, në këtë arkitekturë të re, Izraeli nuk shihet vetëm si një shtet i lindjes së mesme. Ai po përpiqet të pozicionohet si pjesë e një rrjeti më të gjerë politik, teknologjik dhe sigurisë që lidh Izraelin, Shtetet e Bashkuara dhe disa prej qeverive të djathta të hemisferës perëndimore. Dhe kjo e sjell pyetjen te pika kryesore.
Apo ndërton Izraeli një rrjet të ri alatësh në Amerikën Latine, në një kohë kur po humbet mbështetjen në pjesë të tjera të botës? Përgjigjja duket se është po, të paktën në disa vende. Por kjo nuk do të thotë se Izraeli ka fituar Amerikën Latine. Përkundrazi, rajoni mbetet i ndarë, dhe pikrisht kjo e bën Amerikën Latine një fushë të re të rëndësishme të betejës gjeopolitike, sepse për Izraelin bëhet fjalë për më shumë se marrëveshje tregtare apo bashkëpunim ushtarak. Bëhet fjalë për ndërtimin e aleancave të reja në një botë ku legitimiteti ndërkombëtar po bëhet gjithnjë më i kontestuar, ndërsa për vendet latinoamerikane, pyetja është nëse këto marrëdhënie do t'ju sjellin më shumë siguri, teknologji dhe investime, apo nëse do t'i përfshin në një konflikt gjeopolitik shumë më të gjerë se interesat e tyre kombëtare. Dhe në këtë përplasje mes interesave të qeverive dhe qëndrimeve të qytetarëve, Amerika Latine mund të bëhet një nga frontet më të rëndësishme të betejës diplomatike për Izraelin në vitet që vijnë. Grushte shteti, diktatura ushtarake, paramilitar, armë dhe operacione sekrete. Pas historisë zyrtare të luftës së ftohtë në Amerikën Latine, fshihet një tjetër histori, ajo ndërhyrjeve të shërbimeve sekrete dhe rrjeteve të sigurisë që synonin frenimin e së majtës. CIA e SHBAZ luajti një rol të dokumentuar në disa prej këtyre operacioneve, ndërsa Izraeli u bë një prej furnizuesve kryesor, jo vetëm të regjimeve që luftonin kundër lëvizjeve të majta, por edhe grupeve kriminale që mes tjerash luftonin edhe kundër qeverive të majta, ku rrezikoi biznesi i drogës. Nga Guatemala dhe Kili te Nicaragua dhe Kolumbia, është vështirë të bëhet ndarja mes luftës kundër komunizmit dhe bashkëpunimit me forcat paramilitare dhe rrjetet kriminale nga shërbimet e lartpërmendura. Amerika Latine u shndrua në një nga fushbetejat kryesore të luftës së ftohtë, por lufta nuk u zhvillua vetëm nëpërmjet ushtrive dhe qeverive. Në shumë raste, ajo u zhvillua në hije, përmes shërbimeve sekrete, financimit forcave politike, propagandës, trajnimit forcave të sigurisë dhe mbështetjes për grupet armatosura që luftonin kundër lëvizjeve të majta. Në këtë histori, roli i CIA-s amerikane është i dokumentuar gjithësisht, ndërsa Izraeli, përmes industrisë së tij të armëve, këshilltarëve ushtarak dhe rrjeteve të sigurisë, u bë një prej furnizuesve të rëndësishëm të regjimeve antikomuniste në rajon. Por si funksiononte ky sistem? Një prej shembujve më të hershëm është Guatemala. Në vitin 1954, CIA organizoi operacionin e koduar PB Success kundër presidentit të zgjedhur të Guatemalës, Jacobo Arbenz. Operacioni përfshinte luftë psikologjike, presion ekonomik dhe diplomatik, si dhe mbështetje për forcat të armatosura të drejtuar nga Carlos Castillo Arnas. Dokumentet e deklasifikuara amerikane tregojnë se CIA trajnoi këtë forcë në Honduras dhe ndërtoi një fushat propagandistike për të krijuar përshtypjen se Guatemala ndodhej përballë një kryengritjeje komuniste masive. Presioni kombinuar politik, ushtarak dhe psikologjik çoi në dorëheqjen e Arbenzit. Pas grushtit të shtetit, Guatemala hyri në një periudhë të gjatë sundimi ushtarak dhe konfliktit armatosur. Dhe, pikërisht këtu, shfaqet një model që do të përsëritej në vende të tjera. Kur Shtetet e Bashkuara nuk mund të përdorin drejt për drejt ushtrinë, përdorin shërbimet sekrete, partnerët lokal dhe forcat armatosura të vendeve aleate. Rasti i Kilit është edhe më i njohur. Në vitet 1960 dhe fillim të viteve 1970, CIA ndërhyri në mënyrë të përsëritur në politikën kiliane. Synimi ishte pengimi i forcave të majta dhe veçanërisht i Salvador Allende's. Dokumentet amerikane tregojnë se Washingtoni financoi aktivitete politike dhe propagandistike kundër të majtës. Në vitin 1973, Allende u rrëzua nga një grusht shteti ushtarak dhe në pushtet erdhi Augusto Pinochet, një diktator gjakatar që sundoi me grusht të hekurt për 17 vjet në Kili. Kështu, lufta kundër komunizmit nuk ishte thjesht një slogan. Ajo shndrua në një sistem ndërhyrjesh që lidhte inteligjencën amerikane, ushtrinë lokale dhe regjimet autoritare. Por në vitet 1970, ky sistem mori një dimension edhe më të gjerë. U krijoi operacioni Condor. Condor ishte një rrjet bashkëpunimi midis shërbimeve të sigurisë Argjentinës, Kilit, Uruguayt, Paraguayt, Bolivisë dhe Brazilit. Dokumentet amerikane të deklasifikuara e përshkruajnë si një përpjekje të përbashkët për shërbimin e informacionit dhe ndjekjen e kundërshtarëve politik për te kufive. Më rëndësishmja, dokumentet tregojnë se disa prej këtyre shërbimeve diskutuan edhe operacione vrasjesh jashtë Amerikës së Jugut.
CIA dinte për ekzistencën e kondorit dhe dokumentet e saj tregojnë shqetësime për skuadrat që planifikonin eliminimin e kundërshtarëve politike jashtë rajonit. Izraeli u bë veçanërisht i rëndësishëm gjatë viteve kur disa qeveri amerikane kufizuan shitjet e armëve ndaj regjimeve që akuzoheshin për shkelje të rënda të drejtave të njerëzit. Kur Washingtoni vendoste embargo, Izraeli shpesh ishte i gatshëm të furnizonte. Guatemala është një shembull i qartë. Në fund të viteve 1970, administrata amerikane e Carterit kufizoi ndihmën ushtarake për shkak të shqetësimeve për drejtat e njerëzit. Izraeli, ndërkohë, vazhdoi të furnizonte ushtrinë guatemalase me pajisje dhe të ofronte trajnim. Sipas raportimeve të kohës, ushtarët e Guatemalës përdorin armë izraelite dhe merrnin trajnim nga instruktorë izraelit për operacionet kundër kryengritjes. Izraeli furnizoi gjithashtu regjime dhe forca në Honduras, El Salvador, Argjentinë dhe vende tjera të Amerikës Latine. Në vitet 1980, lidhjet ushtarake izraelite me Amerikën Qendrore u zgjeruan ndjeshëm. Dhe këtu kemi një nga episodet më interesante. Nicaragua. Pas revolucionit sandinist të vitit 1979, qeveria e re e drejtuar nga sandinistët u bë objekti një lufte të fshehtë amerikane. Administrata Reagan mbështeti Contras, një forcë anti-sandiniste e përbërë kryesisht nga ish antar të Gardës Kombëtare të Somozës, CIA luajti rol të rëndësishëm në rekrutimin, trajnimin dhe armatosjen e tyre. Kur Kongresi Amerikan vendosi kufizime ndaj financimit të Contras, administrata Reagan kërkoi rrugë alternative. Këtu shfaqet edhe Izraeli. Sipas raportimeve të kohës, tregtarët izraelit të armëve furnizuan Contras me armë të lehta përmes Hondurasit. Po ashtu, burime amerikane dhe izraelite raportuan se qeveria izraelite kishte ofruar miliona dollar ndihmë për Contras me kërkesë të drejtorit të CIA-s, William Casey. Kjo lidhet me skandalin Iran-Contra, kur rrjetet e fshehta të administratës Reagan përdorën të ardhurat nga shitjet e armëve për të mbështetur Contras, pavarësisht kufizimeve të vendosura nga Kongresi. Pra, nuk kemi një histori ku CIA dhe Mossadi thjesht drejtuan bandat e Amerikës Latine. Realiteti është më kompleks. Në disa raste, bëj fjalë për ushtri dhe regjime, në raste të tjera për guerilas dhe grupe paramilitare, e në raste të tjera për tregtar privat armësh, këshilltar ushtarak dhe rrjete të fshehta. Për CIA-n ekzistojnë dokumente të deklasifikuara që dëshmojnë financim, trajnim, propagandë dhe mbështetje për forca që luftonin qeveri ose lëvizje të majta. Megjithatë, ekziston edhe një episod shumë të mëthënës në Kolumbi. Në fund viteve 1980, ish oficeri izraelit Yair Klein u lidh me trajnimin e grupeve paramilitare kolumbiane. Rasti u bë ndërkombëtarisht i njohur dhe autoritetet kolumbiane ndoqën penalisht për rolin e tij në trajnimin e forcave të lidhura me trafikant droge dhe struktura paramilitare. Ky është një shembull i rëndësishëm për të kuptuar se si kufiri midis ushtrisë, inteligjencës, mercenarëve, paramilitarëve dhe krimit organizuar mund të bëjë jashtëzakonisht i paqartë. Dhe kjo na çon te pyetja më e madhe. Pse u bë Amerika Latine kaq e rëndësishme? Sepse gjatë luftës së ftohtë, Washingtoni e shihte rajonin si oborrin e tij strategjik. Çdo qeveri që afrohej me Kubën, Bashkimin Sovjetik apo modelet socialiste, konsideroi potencialisht si kërcënim. Izraeli, nga ana tjetër, kishte nevojë për partner ndërkombëtar, tregje për industrinë e tij të mbrojtjes dhe marrëdhënie me regjime që ishin të gatshme të bashkëpunonin në fushën e sigurisë. Kështu u krijuan një lloj ndarjeje pune. Shtetet e Bashkuara kishin kapacitetin e madh të inteligjencës dhe ndikimin politik. Izraeli ofronte armë, ekspertizë ushtarake dhe teknologji, ndërsa regjimet lokale ofronin terrenin dhe forcat që luftonin kundër të majtës. Pasojat e kësaj historie vazhdojnë të ndihen edhe sot. Ishte kjo tëra të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.